Përshëndetje dashur, jemi së bashku dhe në këtë ditë feste, plot emocion si zakonisht edicionet festive apo speciale të festës së Bajramit. Sot jemi së bashku, jemi mbledhur jo vetëm unë, po dhe me mysafir të shumë dhe me kronika, materiale të shumë të kushtuar festës së sotme, domethënë festës së Kurban Bajramit, të cilën unë shfrytëzoj rastin t'ju uroj gjithëve me plot begati, harmoni, lumturi e gëzime që të keni gjithmonë me familjet e juaja, më të dashurit e juaj dhe me gjithë rrethin e juaj gjithmonë. Pa humbur kohën do nisim këtë edicion festiv, këtë ditë plot hare, plot gëzim, plot le të themi një afrim me komunitetin, plot dashuri, do ndjekim le të themi një shkputje apo një material kushtuar festës dhe më pas kthehemi në studio me dy studente shumë të dashura të reja të shkencave islame me cila do bisedojmë më festën e sotshme në këndvështrime të ndryshme. Se si e festojnë ato, po edhe se çfarë ndoshta të futemi pak më thellë në ditën e sotme, se çfarë nënkuptojnë mesazhet e kësaj dite të vlefshme. Domethënë bëhet fjalë për Ebru Ajdarin dhe Besa Selamin, të cilat unë do i përshëndes pas pak, dhe kështu që ndjekim një herë këtë material dhe rikthehemi sërish në studio. Haxhi është një shtyllë prej shtyllave të Islamit. Është obligim i prerë për secilin musliman që ka mundësi ta kryej. Është vepër me vlerë të madhe dhe vepër me shumë këshilla dhe mësime. Ky adhurim fizik e shpirtëror ka një rëndësi shumë të madhe. Në të shihet vllazërimi i vërtet islam dhe dashuria e vërtet që ka besimtari për Zotin e tij. Haxhi mund ta quajmë edhe kongresin e përvitshëm të muslimanëve të mbar botës. Njeriu të cilit Allahu i ka dhënë pasuri, nuk duhet të lëj pas shpinë e këtë ibadet, sepse dobit dhe dhurata që i fiton muslimani nga kjo janë të shumta. Shtëpia apo xhamia e parë e ndërtuar për njerëz është ajo në Mekë, e dobishme udhërofyese për mbar njerëzimin. Për hir të Zotit, vizita e Qabes është obligim për atë që ka mundësi udhtimi tek ajo. Definicioni i haxhit është shkuarja në Qabe me qëllim të tavafit, sajitet, qëndrimet në Arafat dhe kryerjen e tërë adhurimeve që janë atje, duke u përgjigjur Allahut dhe për të fituar kënaqësinë e tij. Para si të nisemi për haq, muslimani duhet që të pendohet për gabimet e bëra dhe të vendosë që në të ardhmen të jetë i drejtë, ndaj Allahut dhe ndaj njerëzve, duke bërë një jetë të rregullt dhe të njerëzishme. Duhet të i shlyej borxhet dhe të kërkoj falje dhe halallëk njerëzve në përgjithësi dhe atyre që i ka bërë padrejtësi. Të siguroj familjen materialisht derisa të kthehet prej haxhit. Haxhi ka rregulla dhe dispozita të posaçme, të cilat mund të mësohen më së miri gjatë vetë kryerjes së haxhit. Farzet e haxhit janë në vijim: veshja e ihramit, veshja e posaçme, qëndrimi në Arafat, vend afër Mekës, tavafi apo vizita e nderit rreth e përqark Qabes, si dhe saji, vrapimi ndërmjet dy kodrave, Safa dhe Merve. Urtësitë e haxhit janë të shumta, mirë po kryesoret janë përkujtimi i ahiretit dhe pastrimi nga mëkatet. E në fakt parashtrohet pyetja se kush e ka obligim shkuarje në haxh. Për t'u bërë haxhi obligim, një muslimani duhet t'i përmbush këto kushte. Pikë së pari është që të jesh musliman, sepse ai që s'është musliman, asnjë vepër nuk i kërkohet pasi që sigurisht ajo është kryesore. Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore apo të mençur, sepse një person i cili ka problematika nuk i kërkohet asnjë obligim. Të jetë i moshritur, domethënë të jetë në kohë të pjekurisë, sepse i mituri nuk obligohet me asgjë. Mundësia që nënkupton ushqim, mjet udhëtimi, shëndet dhe siguri gjatë rrugës. Përndryshe nuk e ka obligim, sepse është kushtëzuar me për atë që ka mundësi të udhëtojë tek ajo. Haxhi është obligim një herë në jetë. Në këtë janë të një mendimi mbar dietarët musliman. Vlerat e haxhit janë të shumta. Haxhi është vepra më e mirë që mund të bëjë njeriu. Haxhi i shlyen mëkatet. Haxhiu është mysafir tek Allahu. Haxhiu fiton shpërblim të madh. Prandaj besimtarët musliman e preferojnë apo e kryejnë këtë obligim nëse i kanë mundësitë. Dhe dashur, si që ju paralajmërova dhe më herët, kam të ftuar sot Ebru Ajdarin dhe Besa Selamin, shumë knaqësi që ju kam vajza sot në studio në këtë ditë kaq të veçantë besoj për gjithë neve. Ju falenderoj që keni gjetë kohën dhe mundësi të festoni sot me neve së bashku. Faleminderit. Atëherë të fillojmë pak para se të futemi ndoshta në disa çështje apo pyetje pak më të thella, le të bisedojmë pak se si duket kjo ditë. Domethënë zakonisht për juve, si e festoni, si e pritni këtë fest kaq madhe me familjet e juaj apo me rrethin e juaj?
Fillimisht, deshta t'ju përshëndes juve dhe të gjithë shikuesit tuar me përshëndetjen më të bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Dhe gjithashtu, desha t'ju falenderoj për ftesën dhe që jam pjesë e këtij emisioni. Sa i përket Bajramit dhe se si e festojmë ne me familjet tona, kjo është si një simfoni mes traditës dhe adhurimit. Ai fillon me qetësinë e mëngjesit dhe qetësinë e namazit të sabahut, e më pas vazhdon me gjallërinë e urimeve të shumta. Sa i përket Bajramit, kjo nuk është thjesht një pushim nga përditshmëria, por ajo është një kohë e veçantë të cilën e përjetojmë me familjarët tanë dhe gjithashtu njerëzit kanë kujdes dhe bujari ndaj të tjerëve. Po për ju Besa, si e pritni, si e festoni këtë ditë kaq të rreshme për gjithë, të madhe, me kaq vlerë? Atëherë fillimisht dëshiroj ta falenderoj Allahun xhaleshanuhu për arritjen e kësaj dite të bekuar të festës së Kurban Bajramit, po ashtu ju falenderoj juve për ftesën dhe mundësinë e dhënë. Ne si studentët të Fakultetit të Shkencave Islame kemi nderin që sot para jush të prezantojmë mesazhet dhe vlerat e kësaj dite të madhe të festës së Kurban Bajramit, festë kjo e cila na kujton sakrificën, devotshmërinë dhe solidaritetin me njëri me tjetrin. Festa e Kurban Bajramit fillon me adhurim, me përkujtim ndaj Allahut xhaleshanuhu, si dhe me lutje dhe falënderim ndaj tij për mirësitë dhe begatitë që na ka dhënë Allahu xhaleshanuhu. Ajo e cila e karakterizon këtë festë të bekuar të Kurban Bajramit është vizita e familjarëve, ajo ngrohtësia, përqafimet dhe urimet që japin njëri me tjetrin. Po ju vetë personalisht si lëm pjesë e prisni më shumë nga gjitha, ndoshta nga mëngjesi, nga vizitat, nga ëmbëlsira, se edhe ushqimet i bëjmë të shijshme këtë ditë, nga gjithçka që ndodh, nga çdo kujtim ndoshta që keni, cilin moment e prisni më shumë? Flasim gjatë tërë festës, jo vetëm ditës së sotme. Në këtë ditë çdo gjë e ka kënaqësinë e vet. Mirë po, për mua më së shumti e pres atë dinamikën e vizitave. Ai moment kur i hapet dera tjetrit, për shkak se edhe vetë fjala kurban do të thotë afërsi. Edhe në gjuhën arabe, fjala kurban edhe fjala familjar ose i afërm e kanë të njëjtën rrënjë. Që kjo na tregon se Kurban Bajrami është festë e cila na afron me të tjerët dhe na ja afron zemrat e njerëzve. Beza, po për ty cili ngelet momentin ndoshta më i pritur? Për mua do të kisha dëshiruar ta them pjesa e cila e preferoj unë më së shumti është pjesa kur bëhet namazi i faljes së Kurban Bajramit, ajo pjesa e thirrjes së tekbireve të gjithë për një zëri, të gjithë ato të cilat janë të pranishëm në xhami, tregojnë një bashkim, një unitet dhe një përkushtim ndaj Allahut xhaleshanuhu. Si studentë të shkencave të si studentë të Fakultetit të Shkencave Islame, çfarë është, më thënë, më në thelb, çfarë mund na tregoni, më në thelb festa e Kurban Bajramit, përveç flasim për te traditës edhe, le themi, atmosferës festive, që është ajo, domethënë, që shumica e presim. Kurban Bajramin unë e shoh si akt nënshtrimi dhe bindje të plot ndaj Allahut xhaleshanuhu, ku shembull më të mirë për këtë e kemi Ibrahimin a.s. dhe djalin e tij Ismailin a.s. ku këta ishin të gatshëm të heqin dorë nga gjithçka për të arritur shkallën më të lartë të devotshmërisë ndaj Allahut xhaleshanuhu. Dhe pra kjo sakrificë neve na tregon se nuk është vetëm një rit, por është manifestim i gatshmërisë për të hequr dorë nga çdo gjë për një qëllim më të lartë. Ku edhe Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thot: Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk mund të arrish sinqeritetin e plot në besim pa e humbur atë që e donë më së shumti. Besa, mund na shtosh ndoshta diçka ose mund na tregosh tutje diçka në lidhje me thelbin e kësaj festës së sotme? Po, kisha dashur unë vetëm ta përmend se kur përmendet për shembull festa e Kurban Bajramit, neve na kujton historinë e Ibrahimit, që e tha dhe Ebru a.s. me birin e tij Ismailit. Kjo histori neve na mëson se besimi i vërtet kërkon nënshtrim, kërkon devotshmëri dhe kërkon gatishmëri për të sakrifikuar për hir të Allahut xhaleshanuhu.
Tashmë pas jeni bërë studente të shkencave islame, ju bëri kjo që ndoshta ti përjetoni këto festa më ndryshe se më parë, ndoshta e kuptoni edhe më mirë esencën, thelbin, kuptimet, gjithçka mesazhet që akoma më mirë se shumica ju bërë, ndoshta kjo ti përjetoni festat e Bajramit në përgjithësi më ndryshe se më parë. Edhe pse kam pas fatin që të lindin në një familje tradicionale muslimane, ku ata në mënyrë sa më të mirë janë munduar që ta më mësojnë islamin, përsëri studimet më kanë kthyer këtë festë nga një zakon kulturor në një përjetim më të thellë shpirtëror, ku kur ke parasysh se pse e bën një veprim, pra kur e ditë qëllimin e vërtet dhe thelbin e atij veprimi, atëherë shumë më mirë e përjeton. Dhe tani çdo lutje, çdo tekbir ka rëndësi dhe peshë të veçantë për mua. Bisa po për ju, ndihesh ndoshta ndryshe, e pret më ndryshe, siç e ceki edhe Ebru, edhe pse ndoshta është rritur me atë frym, po gjithsesi sadopak e ndjen akoma më të afërt ndoshta tani. Po, edhe ne mundohemi si studentët e Fakultetit të Shkencave Islame, mundohemi që këtë ditë mos jetë vetëm si ditë argëtimi apo ditë për ngrënje, siç e kanë shumica, por mundohemi atë ditë feste ta shndrojnë që t'i marrim mesazhet të cilat i përçon ajo festë. Përmendëm deri më tani, përmendëm shpesh sakrificën si mesazh apo si gjë, domethënë që i përket kësaj feste. Lidhet vetëm me Kurban Bajramin apo ka të bëjë ndoshta qëllimi i sakrificës me jetën e përditshme të njeriut? Sakrifica nuk lidhet vetëm me kurbanin, por lidhet gjithashtu edhe me jetën e përditshme të njeriut. Kurbani simbolizon bindjen, devotshmërinë dhe gatshmërinë për të dhënë gjithçka për hir të Allahut xhaleshanu. Sakrifica është domethënë një gjë që mund të hasë gjithkush gjatë jetës së përditshme, se çdo vepër nga e cila njeriu largohet nga egoja e tij dhe e zgjedh rahatin për të bërë mirë, quhet sakrificë. Pra sakrifica është vlerë shoqërore, shpirtërore dhe jo vetëm një ritual fetar. Bisa, kemi diçka për të shtuar, ndoshta edhe dua të pyes edhe pak se si e kuptojmë sakrificën sot, apo tek të rinë, ndoshta ta themi, apo në këto kohërat moderne, si mund ta kuptojmë? Do t'i kisha bashkangjitur të dy pyetjet. Sakrifica është ndarja e diçkaje me vlerë për hir të Allahut, pra për ta fituar kënaqësinë Allahu xhaleshanuhu, ndërsa për sa i përket të rinjëve, sakrifica është lufta me vetveten për ta mbrojtur moralin, për të vrapuar pas diçkaje e cila është e mirë dhe për të larguar pas asaj e cila është negative. Sakrifica është vetë koha, menaxhimi pra i kohës. Sakrifica është e gjithë ajo liri të cilën ne e kemi gjatë studimeve dhe dikush prej neve nuk mund ta gëzon. Domethënë që nga gjërat më të thjeshta që ndoshta edhe nuk i mendojmë në jetën e përditshme, gjithçka është e lidhur edhe me sakrificën. Po, me sakrificën, sepse nuk e kuptojmë. Për të vazhduar tutje me këtë bisedë kaq këndshme dhe me juve po ashtu me këtë energji kaq pozitive, do kemi një shkputje të vogël dhe pastaj rikthehemi tutje për të vazhduar bisedën. Festa në Tryezë, ushqimi i Bajramit sipas tyre shpirtit të festës. Në çdo festë ka shije që mbetet në kujtesë. Por në Kurban Bajram shijet janë shumë më tepër se ushqim. Janë kujtime, janë përkushtim, janë dashuri e vendosur në pjatë. Nga mishi i kurbanit te ëmbëlsirat e Tryezës, Bajrami është një festë që gatuhet me zemër. Ushqimi në Bajram nuk është luks, është sakrificë dhe ndarje. Ai mish që përgatitet nuk është vetëm për familjen, është për të afërmit, fëmijët dhe ata që nuk kanë. Në çdo copë mishi të pjekur ka një akt mëshire. Në çdo kulaç të ndar, një ftesë për të bashkëjetuar në paqe.
Në shumë shtëpi shqiptare, tryeza e Bajramit është një galeri ngjyrash dhe aromash. Mishi i kurbanit përgatitet me kujdes. Qoftë i zier, i pjekur në furrë apo në skar. Krahas tij, baklavaja që është gatuar një natë më parë pret të ndahet në fund. Është një ëmbëlsirë që flet më shumë se sa shija, flet për duart e nënës, për kujdesin e gjyshes, për trashëgimin që përcillet. Në Kurban Bajram, ushqimi nuk është thjesht për të ngopur barkun, është për të ushqyer shpirtin. Është mundësia për të thënë të dua pa fjalë, vetëm me një pjatë të ngrohtë në dorë. Për fëmijët është kujtim që mbetet, për të moshuarit është moment nderimi, për të gjithë është çasti i lidhjes me rënjët. Në këtë festë, çdo shije ka një histori, çdo recetë ka një shpirt. Dhe çdo tryezë, e thjeshtë apo e bollshme, është një dëshmi që dashuria më e pastër është ajo që shërbehet me zemër. Kurban Bajrami është më shumë se sa një festë, është një ngrohje shpirtërore që nis në kuzhinë dhe përfundon në zemër. U rikthyem në studio dashur për të vijuar tutje me edicionin festiv të Kurban Bajramit dhe për të vazhduar biseden që e lamë aq të këndshme me dy studentët tona nga Fakulteti i Shkencave Islame. Vajza, le të vazhdojmë me energjinë pozitive që vetë se na krijuat në studio. Dua di pak se çfarë mësimi, le të themi, universal na sjell kjo ditë tek të gjithë ne. Një mësim ndoshta që gjithë secili pa marrë parasysh profesionit, të bindjeve apo në përgjithësi përditshmërisë së tij i flet dhe domethënë është e kupton ose na përshtatet që gjithëve. Dita e Kurban Bajramit sjell mesazhe shumë të thella, si shoqërore dhe shpirtërore. Ajo së pari na tregon sakrificën që duhet ta bëjmë për të arritur qëllimet më të larta. Dhe më pas, gjithashtu na tregon se duhet të kemi solidaritet dhe gjithashtu të ndihmojmë të tjerët. Ajo i forcon lidhjet familjare dhe i afron zemrat. Pra, promovon paqen, pajtimin dhe faljen. Besa besoj po ashtu pajtohesh me mesazhet që po thotë dhe Ebru, po sa janë të rëndësishme po ashtu ndoshta ti të ndëgjojmë këto mesazhe dhe ti gëzojmë dhe ti praktikojmë faktikisht. Atëherë mësimi universal i cili e jep kjo ditë kaq madhështore është se lumturia nuk vjen vetëm me marrjen, por lumturia vjen edhe me dhënien. Prandaj duhet që ne të solidarizohemi me tjerët që janë në nevojë. Diçka tjetër që dua të përmend është niyeti apo qëllimi, që çfarë roli ka në vlefshmërinë dhe kuptimin e adhurimeve në Kurban Bajram. Dhe pse e theksojmë ndoshta kaq shumë në këtë festë, sepse besoj është njëra ëndër gjëra që i përmendim më së shpeshti dhe duhet ta kemi parasysh. Niyeti është çelësi kyç i çdo adhurimi në Islam. Ashtu si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Veprat vlerësohen sipas qëllimit. Kjo në Kurban Bajram edhe më shumë thellohet. Për shkak se të gjitha sendet ne duhet t'i bëjmë vetëm për hir të Allahu xhaleshanu. Allahu xhaleshanu nuk ka nevojë as për mishin e kurbanit dhe as për gjakun. Mirë po, e pranon devotshmërinë që rrjedh ose që buron nga zemra e besimtarit.
Po ashtu Besa, nëse kemi ndoshta diçka për të na shtuar për sa i përket vlefshmërisë dhe rëndësisë së qëllimit, siç e ceki edhe Ebruja pas veprave apo një jete që kemi kur kemi një mendim apo një qëllim apo një veprim kur e bëjmë. Po atëherë njeti është pjesa kryesore e festës Kurban Bajramit. Pra secila gjë që bëhet në jetë vlerësohet sipas niyetit. Prandaj edhe kjo e bën që në festën e Kurban Bajramit të ketë vlera të mëdha. Andaj themi se Allahu xhaleshanuhu këtu nuk e sheh kurbanin ton, si tha dhe Ebru, por i sheh veprat e tona. Po përjetojnë sot njerëzit më pak, le të themi, aspektin shpirtëror të festave. Ndoshta ngelemi më tepër tek ajo vetëm si tradicionale apo diçka për ta bërë dhe ndoshta pak jemi larguar nga shpirtërorja. Pse po na ndodh kjo? Në ditët e sotme, gjithçka më shumë është kthyer në estetike për jetët sociale, sesa brendshmëria e ngjarjeve. Pra, ne fokusohemi te pamja e jashtme dhe jo te ajo shpirtërorja ose thelbi i situatës. Prandaj, ne duhet ta dimë se Bajrami nuk është thjesht një veshje e re, por ajo ka kuptimin e saj jetësor dhe që duhet t'i kthehemi ne. Po ndikojnë, gjithçka tashmë modernja ndikon le të themi në largimin shpirtëror mes nesh dhe festave apo jo. Atëherë kjo që tha Ebru është shumë e vërtetë, pasi shumica festën e Kurban Bajramit e shohin vetëm si argëtim dhe e shohin në një farë mënyre se vetëm duhet dalet nga shtëpia dhe të bëhen vizitat, por ne duhet të thellohemi në mesazhet që jep kjo festë. Ajo festë duhet kalohet si edhe ditë të tjera me adhurim, me lutje dhe duke kërkuar kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Besa, çfarë vendi zë solidariteti në Islam dhe pse theksohet kaq shumë në festën e Kurban Bajramit? Sepse është një nga gjërat e tjera përveç niyetit apo qëllimit dhe solidariteti gjë shumë e vlefshme. Atëherë solidariteti është njëra ndër më të rëndësishmët aktet më të rëndësishme në Islam. Ajo na nxit neve të ndihmojmë njëri tjetrit, atyre të cilët janë në ndihmë, e sidomos në ditën e festave, ato të cilat janë të varfër. Kurban Bajrami këtu ka për qëllim se ai mish i cili prehet nga njerëzit të ndahet edhe me të tjerët. Pra të gjithë ata të cilët e festojnë festën e Kurban Bajramit, duhet që atë mish t'ja u dërgojnë edhe atyre që janë në nevojë, që ta ndijnë edhe ata festën e Kurban Bajramit. Që të festojmë gjithë së bashku. Besoj kjo nuk vlen vetëm brenda, patjetër që ndoshta vërehet më shumë, theksohet më shumë brenda festës, po besoj duhet vazhdojë edhe në jetën e përditshme apo jo, Ebru? Po, solidariteti në Islam në përgjithësi zë vend shumë të rëndësishëm, sepse Allahu xhaleshanuhu neve na ka obliguar që të gjitha të mirat t'i ndajmë me të tjerët dhe gjithashtu të ndihmojmë të tjerëve, sidomos atyre që kanë nevojë. Në një kohë ku njerëzit shpesh ndihen ndoshta të vetmuar apo emocionalisht të lodhur, a mund të shërbejnë, le të themi, ditë të tilla si kjo, festat në përgjithësi, sidomos Bajrami, si formë afrimiteti edhe qetësie, paqeje në përgjithësi? Po, absolutisht, për shkak se tani e shohim se shumica e njerëzve janë të rënduar emocionalisht, shohim se edhe ritmi i ditës ecën shumë shpejt, atëherë kur vinë festat e tilla, neve na japin një shpresë se ende ekziston familja, ekziston dashuria, paqja dhe harmonia. Ebru, besoj mund të ndërlidhemi edhe me këtë pyetjen se si e trajton në përgjithësi Islami, domethënë afrimitetin me komunitetin, me familjen, me rrethin në përgjithësi, sidomos në ditë festash, në ditë kaq të rëndësishme si kjo. Islami, familjen gjatë gjithë jetës e ka zënë si qelizën më parasore në jetë të njerëzit, edhe si parajsa në tokë. Mirë po, në Kurban Bajram, kjo është edhe më shumë theksohet, për shkak se ne i vizitojmë të tjerët. Pra, kjo ditë feste është si një stacion karikimi për këto raporte. Besa, po ashtu besoj që sa do pak, domethënë, këto vizitat familjare që edhe Ebru na përmendi, e rindezin, i ngrojnë ato lidhjet familjare, shoqërore, afrimitetin me rrethin, komunitetin, domethënë shërbejnë për këtë gjë që të jemi sa më afër njëri tjetrit, edhe kur shpesh ndoshta në përditshmëri edhe nuk kujtohemi aq sa duhet. Po, shumë e vërtet.
pasi kjo festë është një shembull se si ne duhet të jemi jo vetëm gjatë festës së Bajramit, por edhe gjatë përditshmërisë tonë. Pra, largimin nga teknologjia drejt vizitave, sidomos të farefisit, tek fqinjët, si thatë, tek miq dhe të gjithë ata të cilët kësaj feste do t'i japin një kënaqësi. Që pyes tash pak më në përgjithësi, si studente tashmë të Fakultetit të Shkencave Islame, ndodh shpesh që miqt apo familjarët t'ju vinë shpesh për këshilla apo ndoshta për pyetje, dëshirojnë ndonjë përgjigje të konsultohen me juve, ju ndodh kjo? Po, zakonisht ndodh që familjarët edhe miqtë tanë që t'na pyesin për çështje fetare. Mirë po, kjo është më shumë si përgjegjësi, për shkak se përgjegjësia e dijes nuk është vetëm që ta nxësh atë, mirë po edhe ta transmetosh atë me butësi dhe urtësi. Edhe kjo përgjegjësi më shumë është mision se sa profesion. Më thënë, ju vjen ky lloj bagazhi, le të themi, deshet apo s'deshet ju vjen, siç po e cek edhe Ebru, besa me një mision, keni përgjegjësi mbani. Jemi të bekuar për profesorët që i kemi në fakultetin tonë, me të vërtetë dhe dijen që e marrim nga ata, të paktën mundohemi që ta transmetojmë edhe të tjerët në mënyrë duke sqaruar apo këshilluar të tjerët, por kjo veçanërisht nuk ndodh vetëm në ditë feste, ndodh për shembull edhe gjatë muajit të Ramazanit. Edhe kështu kur kemi diçka që mundemi të njohojmë me gjithë dëshirë. Me gjithë qejf dhe dëshirë. Po ja afrohemi fundit të bisedës, fatkeqësisht, bisedë shumë pozitive, unë kënaqa shumë, po të doja për fund, ndoshta t'i përmbledhim vlerat që na rikujton, apo mesazhet që na rikujton më së shumti dita e sotshme, festa Kurban Bajramit, dhe po ashtu ndoshta të na përcjellni nga një mesazh për shikuesit tanë. Vlerat që na i përcjell kjo ditë është mirënjohja, gjithashtu besnikëria e Ibrahimit a.s., durimi i Ismailit a.s. dhe se si ne duhet t'i kemi ata si shembull, se pas çdo vështirësie, pas çdo sfide që e kemi në jetë, përsëri ne do të shpërblehemi nëse bëjmë durim. Atëherë e kemi ajetin kuranor ku Allahu xhaleshanuhu thot Bismillahirrahmanirrahim, inna ma'al usri yusra, pas vështirësisë do të vjen lehtësimi, dhe kjo neve na bëjmë që të meditojmë në këtë ajet dhe të shohim se gjatë bisedës tonë e përmendëm shumë sakrificën. Pra, heqja dorë prej dëshirave tona tregon një lartësi nga ana Allahu xhaleshanuhu. Unë ju falenderoj shumë që keni gjetur sot kohën dhe mundësinë të festoni me ne dhe të jeni së bashku me ne në këtë edicion festiv. Falenderoj që na mbushët studion me energji pozitive dhe na argëtuat, po edhe na informuat shumë mirë mbi shumë pyetje dhe çështje. Ju falenderoj shumë të njëherë dhe uroj që ritakohemi për të tjera festime, pse jo, dhe po edhe për të tjera tema. Faleminderit edhe për juve që na keni ftu dhe na keni nderu, dhe gjithashtu e falenderojmë edhe dekanin e Fakultetit të Shkencave Islame, profesor Dr. Abdul Gjemil Nesimi, që gjithmonë na mbështet me çdo mundësi që ka. Pra, mbështetja e profesorëve tanë si dhe dekanit tanë është mbështetje vazhdueshme, ku ne jemi krenar që jemi pjesë e atij karavani, dhe si përfund do të kisha thënë se lutim Allahun xhaleshanuhu që kjo ditë të jetë ditë e pereqetshme, ditë me dashuri dhe harmoni për gjithë familjet anë botës që ka musliman. Andaj do të kisha dashur që t'ja uroj juve dhe gjithë muslimanëve tjerë urime Kurban Bajramin. Unë kisha dashur që t'i uroj të gjithë muslimanët, po pikë së pari doja ta uroj që kjo ditë të mos mbetet vetëm një ditë në kalendar festash, por të jetë një moment reflektimi në secilin prej nesh, edhe dëshiroj që të gjithë të kenë paqe, mirësi dhe që të gjithë të jenë të bashkuar me familjet e tyre, edhe të urojnë bashkarisht Kurban Bajrami, me fat Kurban Bajrami. Ju falenderoj shumë edhe besoj edhe shikuesit tanë janë kënaqur shumë me ju, edhe me këto mesazhe dhe me këto përshëndetje, këto fjalë kaq të ëmbla, kaq të mira dhe me këto mesazhe kaq të vyera, unë po shputemi le të themi pak nga studio jonë e dashur, nga studio jonë festive dhe rikthehemi sërish me mysafirë të tjera.
tradita që bashkon, si festohet Kurban Bajrami në familjet shqiptare. Në një mëngjes të qetë, kur dielli lind mbi shtëpitë e bardha dhe rrugisat mbushen me zëra fëmijësh, në zemrën e çdo familjeje muslimane troket e njëjta ndjesi. Është dita e Kurban Bajramit, një festë që përtej ritualit përçon paqe, sakrificë dhe dashuri. Një ditë kur njeriu afrohet më shumë me Zotin, por edhe me njeriun pranë tij. Disa ditë më parë, shtëpitë marrin jetë, gratë pastrojnë me kujdes, fëmijët ndihmojnë sa munden, ndërsa në kuzhinë përgatiten aromat e festës, baklava, kadaif, kulaçe, mish i njom. Rrobat më të mira vendosen më një anë. Është një përkujdesje e vogël, por me shumë domethënie, sepse kjo ditë është e shenjtë. Në orët e para të mëngjesit, burrat dhe djemt nisen për faljen e Bajramit. Në xhami, përqafimi është i ngrohtë, buzëqeshjet janë të sinqerta. Gëzuar Bajramin, një urim që përçon dashuri pa dallim. Pas faljes vjen çasti i Kurbanit, një akt që përkujton sakrificën e profetit Ibrahim, por sot kjo sakrificë merr kuptim në solidaritetin me të tjerët, kur mishi ndahet me të afërmit, fqinjët dhe më të varfrit. Në tryez, aroma e mishit të pjekur përzihet me gazin e fëmijëve dhe të qeshurat e të rriturve. Familja mblidhet, të largëtit kthehen në shtëpi, të moshuarit ulen në krye, të rinjt për ulen me respekt. Vizitat e të afërmit janë detyrim i zemrës. Një kafe, një ëmbëlsirë, një lutje për shëndet, aq mjafton për të mbushur zemrën. Kurban Bajrami nuk është thjesht një ditë pushimi, është një rikujtim i asaj që na bën njerëz. Falja, sakrifica, mirësia dhe lidhja me familjen, sepse në fund çdo thërje është një betim për të lënë më një anë egon dhe për t'i bërë vend të dashurisë. U rikthyer në studio dashur në këtë pjesë të dytë të edicionit festiv të Kurban Bajramit, ku tash kam kënaqësinë të kem në studio Anesa Ibishin, studente të Universitetit të Ballkanit në PR dhe komunikim, me cilën do bisedojmë për fëmijërinë, traditat, mënyrën se si gjithë festojmë këtë ditë kaq me vlerë, të gëzuar, afrimitetin, familjet, vizitat, ushqime, sidomos e gjithçka tjetër. Kështu që të përshëndes Anesa, shumë kënaqësi që të kam sot në studio, të falenderoj që zgjodhet festor sot me neve dhe që ke gjetë kohë dhe mundësi t'jesh me neve të mbushim këtë ditë të temi me energji sa më pozitive për gjithë edhe ata që po na shikojnë.
Si fillim edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën. Me të vërtetë ndihem mirënjohëse që sot këtu jam prezente me ju. I përshëndes të gjithë ata që po na shohin dhe me gjithë dëshirë do të ndaj nga reflektimet e mia që kam për Kurban Bayramin. Atëherë Anesa, çfarë atmosfere le të themi, çfarë ndoshta energjie ka festa e Bayramit zakonisht për ty edhe në familjen tënde? Atëherë fillimisht unë do e përfshija këtë pjesën e atmosferës, se fillojmë qysh më herët duke e përgatit këtë atmosferë, si që është për shembull pastrimi i shtëpive tona, përgatitjen e ëmbëlsirave të shumta, dhe më pas e gjithë kjo do ta shoqëron ajo mikpritja, ngrohtësia apo solidaritetin që e kemi gjatë ditës së festës së Kurban Bayramit, po gjithashtu duke përfshirë traditat e shumta, do të filloja nga pjesa e faljes së namazit të Bayramit, dhe më pas ku gjithë veshin robat më të bukura, robat më të pastërta, dhe pas kësaj vizitat tek familjarët, shtrimi i tavolinave tona me ushqimet më të bukura, ku baklavaja nuk mungon asnjëherë. Dhe fëmijët cilët durat të kasin shumë Vinët, kërkojnë ato bombone, të ëmbëlsirat, po karamelet vinë. Ka ndonjë gjë ndoshta që ti vetë personalisht e pret me padurim apo më të pëlqen, domethënë diçka më e veçantë gjatë festës? Atëherë ajo që unë e pres me padurim është pikërisht ajo pjesa ku do takoj familjarët, për shkak që e shoh që me kalimin e kohës gjithë kanë përgjegjësi të shumta dhe jeta bëhet aq shumë e ngarkuar sa që nuk ke mundësinë ti shohësh çdo ditë. Di që atë ditë do takoj shumë familjar, do ndaj diçka nga vetja ime, po gjithashtu do i dëgjoj për jetën e tyre se çfarë kanë për më të reja, çfarë ka ndodhur ngjarjet, po diçka që ndoshta na ka humbur, sepse tash besoj edhe si student vetë angazhimet e bëjnë veten edhe e ke më dinamike jetën, apo jo? Sinqerisht, kjo pjesa e studimeve e shoh që zakonisht kur kemi provime, është edhe java e Bayramit, është pak stresuese për ne studentët, për shkak që e kemi pak atë shqetësimin e provimeve, po pa marrë parasysh se e kemi atë shqetësim, vazhdojmë me atë gëzimin tonë ose me përgatitjen tonë, po përgatitjet. Ka ndonjë kujtim ndoshta të veçantë që e ke nga fëmijëria në lidhje me festën e sotme? Në fakt ka shumë kujtime, për shkak që e shoh që fëmijët më ndryshe e përjetojnë festën e Bayramit, duke filluar nga pjesa e blerjes robave më të reja, ku ndoshta një javë para i përgatisim dhe kemi atë idenë se ditën e Bayramit do t'i veshim, do të dalim, do të takohemi me shoqërinë, do të mbledhemi si grup, të shkojmë të kërkojmë karamele, bombone, më pas është edhe pjesa e të hollave ku mbledhim kështu si grup edhe vendosim në fund të shpenzojmë së bashku të gjithë, edhe gjithë kjo pjesë e bën edhe më magjike, po tani e shoh që në kohën e sotme përgatisin edhe shumë zbukurime të ndryshme për fëmijët ose si themi ushqimet të posaçme që e simbolizojnë këtë ditë, që e bëjnë edhe më të bukur për fëmijët. Po më të veçantë. Po i përjetojmë pasi po flasim për fëmijërinë, ndoshta është edhe nostalgjia që flet pak, duke qenë që tashmë kemi arritur një moshë, po i përjetojmë ndoshta festat ndryshe tashmë krahasuar me më parë. Do të thosha që po, e i përjetojmë pak më ndryshe, për shkak që më herët ka qenë më e pranishme ky komunikimi drejt për drejt me njerëzit, ndërsa tani e shohim që e kemi më të lehtë të dërgojmë një mesazh, të bëjmë një telefonat, edhe e humbet atë esencën për të formuar më shumë raporte ndërnjerëzore, më të shëndetshme. Atëherë, mirë që i kemi këto vizitat, pastaj edhe takohemi me njëri tjetrin. Çfarë vlera thua është e rëndësishme të na rikujton kjo ditë, që duhet të kemi gjithë parasysh? Atëherë, unë do të thoja që një ndër vlerat që spaku për mua gjithmonë më kujtohet gjatë kësaj feste është sakrifica. Ideja se si ka ardhur tek kjo festë ose përse e kemi këtë festë, ka të bëjë pikërisht me sakrificën, ka të bëjë pikërisht me solidaritetin, mëshirën, edhe na ndihmon si një formë rikujtimi që ta aplikojmë sa më shumë në përditshmërinë tonë, sakrificën, mëshirën, solidaritetin ndaj njerëzve të tjerë apo në shoqërinë ku jetojmë. Mirësinë, ndarjen me gjithë po. Se po përmendim vizitat me familjarët, me mëngjeset, traditat e gjithçka, po një gjë që nuk na mungon festave, sidomos festave të Bayramit apo si sot kjo sotshmja festa e Kurban Bayramit është ushqimi, gatimet e këto. Ka ndonjë gatim apo diçka ndoshta specifike që
ty të pëlqen ose me zi pret ta hash apo ndoshta edhe e gatuan vet, nuk e di sepse përmendet që tashmë është një javë me shumë, domethënë me shumë punë sepse i keni edhe provime dhe gjithçka, po ndoshta sadopak kohë të ngelë ndoshta për ato ëmbëlsirat e preferuara apo ushqimet e preferuara që ke gatimet. Atëherë, baklavaja është e patjetërsueshme. Ta kemi baklavan, po gjithashtu edhe bombicat ose ëmbëlsira të ndryshme me qëllim që ta zbukurojmë sa më shumë masën tonë. Po edhe zakonisht e kemi shprehje të bëjmë gjellëra të ndryshme që ka të bëjmë me mishin e kurbanit ose me atë që shpërndajmë, po më pas lëm diçka edhe për vete që ta ndjejmë atë aromën në shtëpi, aromën e Bën ti ndihmon sadopak, bën ti ndonjë gjë, ndoshta ke diçka të preferuar të përgatitësh vet apo para pëlqen ti hash ndoshta më shumë? Jo, në fakt më pëlqen të paraprgatis, se e ndjej më shumë atë nevojën për të dhënë, nevojën për të transmetuar diçka, edhe e shijoj shumë atë pjesën ku përgatis diçka dhe ndaj me të tjerët, kështu që tamam të bësh pjesë e festës, po. Si le të themi, si e përjetojnë, folëm pak për fëmijërinë, po përmendet fakti që je edhe studente dhe në të 20-ta të hershme, besoj, po. Si po e përjetojnë të rinjtë festat tashmë? Në fakt, është interesante sepse kalon nga jo pjesa e fëmijërisë, ku të gjitha këto elemente që e bëjnë sa më të bukur Bajramin, kalon tek ajo pjesa ku në rregull tani nuk janë, tani unë kam përgjegjësi për të bërë, për të përgatitur ose për të ofruar këtë te fëmijët. Ndoshta ky kalimi njëherë mund të ndjehet pak si më ndryshe, po nëse njeriu e pranon se është një pjesë ku mund të ofrojë diçka. Në këtë rast e shoh të rinjt përgatisin shumë zbukurime ose porosisin me qëllim që ta bëjnë sa më të bukur për sa më të hishme, po. Po gjithashtu edhe e shoh që marrin pjesë përveç vizitave, dëshirojnë dalin edhe me shoqëri më shumë gjatë festës Kurban Bajramit. Kështu që besoj që këto janë ato ndryshime që kalon nga familja. Kemi akoma entuziazëm për festat, më thënë për festat fetare, për Kurban Bajramin dhe gjitha këto është. Ndjejmë akoma atë entuziazmin edhe pse ndoshta tashmë jemi rritur e kemi arritur një moshë. Unë besoj se e ndjejmë, po gjithkush në forma të ndryshme. Për shembull e shoh që paraqitet të gjithë duan që duken bukur, të postojnë në rrjetet e tyre sociale ose të paraqesin diçka që ata e pëlqejnë. E besoj që për secilin kjo forma se si do ta gjejnë të bukurën ose entuziazmin ka të bëjë me preferencat e veta, apo si zgjedhin ata të ndajnë me familjen apo me qof përmes fotove, mesazheve, videove, edhe si gatimeve, po në rastin tënd sidomos, po. Anesa, do shkputemi për pak për të ndjekur një material tjetër për sa i përket kushtuar festës dhe rikthehemi sërish në studio për të vijuar me energjinë pozitive që na krijove. U rikthyem dashur me edicionin festiv dhe me Anesën në studio. Anesa, dua di pak se cili është urimi më i veçantë që ke marrë ndonjëherë për Bajram. Atëherë sa i përket urimeve, të gjitha janë të bukura dhe nuk mund t'i ndaj njëra nga tjetrën, po është një urim nga një mikeshe imja, ku thonte që të uroj që gjatë kësaj dite, gjatë kësaj feste, të gjesh paqe në zemër dhe uroj begati në familjen tënde, si dhe uroj të takosh gjithmonë njerëz të bukur dhe njerëz të cilët do e shtojnë pozitivitetin në jetën tënde. Dhe e vlerësoj shumë, për shkak që të kesh persona pozitiv, persona që të mundsojnë të shohësh botën me një këndvështrim tjetër, me të vërtetë është një mundësi që nuk mund të mirët e mirë qenë. Vërtet fjalë shumë bukura dhe domethënëse. Përmendë që kjo java edhe pse festive, që besoj që festa nuk mungon apo energjia, sadopak jeni edhe të zënë me fakultetin dhe besoj jeni aty së bashku. Ndjehet kjo atmosfera, si është atmosfera festive në kampusin studentor apo me shoqërinë? Atëherë është interesante se ne
shoqëria ime ka të bëjë edhe me personat cilët nuk e festojnë festën tonë, dhe gjë që e bën edhe më interesante, edhe më të bukur, se e kemi mundësinë për nda diçka, detaje nga dita jonë, po edhe ushqime, edhe kjo pjesa ku janë kureshtar, se çfarë bëjmë, apo çfarë e karakterizon festën e Kurban Bayramit, cila është ideja, simbolika e festës Kurban Bayramit, gjithë këto që e transmetojmë tek shoqëria jonë e bëjnë edhe më të bukur, edhe më të veçantë eksperiencën. Ashtu. Besoj këtu hyn edhe solidariteti dhe gjitha këto mesazhe që përmendëm vetë se, domethënë në fjalë, edhe po ashtu besoj edhe gatimet i ndanin me ta dhe mbështirat apo jo, besoj ju shijojnë edhe atyre shumë. Çfarë mendon se nuk duhet të humbas kurrë nga atmosfera e festës së sotme? Atëherë, unë besoj që nuk duhet të humbas kurrë pikërisht kjo vizita të të afërmit, për shkak që raportet njerëzore gjithmonë duhet të çmohen, për shkak që ne jemi qenje shoqërore edhe duhet të funksionojmë në shoqëri, duhet të ndajmë diçka nga vetja, nga eksperiencat tona, me qëllim që gjithmonë të ngritemi, me qëllim që gjithmonë të mësojmë diçka të re, po jo vetëm kjo, edhe ta përqojmë atë idenë se gjithmonë do t'jemi këtu për ju, edhe pikërisht kjo është ajo ideja, vizita me të afërmit. E dashur, fatkeqësisht jemi afruar fundit të bisedës, edhe pse një bisedë shumë e ngrohtë dhe pozitive. Do doja ndoshta nëse ke një mesazh apo një urim që do doje ta ndaje sot me shikuesit tanë. Atëherë, për shikuesit, unë do të uroja që gjithmonë të krijoni momente sa më të bukura, përjetime sa më të mira me të gjithë të afërmit që i keni afër gjatë ditës së Bayramit. Po ashtu gjithmonë ta kujtoni se çfarë është ideja apo simbolika e vërtet e Kurban Bayramit. Unë të falenderoj shumë edhe për fjalët dhe për urimet dhe po ashtu që gjete kohë dhe mundësi sot festosh me ne, uroj që ritakohemi për gëzimet të tjera, për festat të tjera, po pse jo edhe për temat të tjera. Falenderoj edhe një herë. Faleminderit. E dashur të shkëputemi edhe një herë për fund për një material tjetër kushtuar festës dhe rikthehemi sërish në studio. Të dashur, unë ju falenderoj që festuat sot së bashku me neve, që ndatë sa minuta nga festa juaj, nga kjo festë e madhërishme, të na ndiqni dhe të na përcjellni me këto biseda, me këto mesazhe, me këto materiale që kishim përgatitur në nder të kësaj feste. Dhe me gjitha fjalët të bukura që u thanë dhe po ashtu me urimet që ju kushtuan juve dhe gjithë neve, unë po ashtu ju uroj dhe një herë, unë dhe gjithë televizioni, urime festa Kurban Bayramit, gjithmonë paqit, shëndet, begati, lumturi në shtëpitë e juaja, harmoni me rrethin e juaj, komunitetin e juaj, familjet e juaj, shoqërinë e juaj dhe gjithkë që ju e keni person të zemrës. Ju falenderoj edhe një herë dhe duke ju uruar edhe një herë festën, dhe faleminderit që na ndoqët sot dhe ishit me neve. Unë ju përshëndes edhe për sot për të ritakuar hera tashme. Mirupafshim.